Faleminderit korit të studentëve të Universitetit Haxhi Zeka nga Peja dhe dirigjentit profesor Hysén Nimani. Të nderuar të pranishëm, familjar të dëshmorëve, invalid dhe veteran të Ushtrisë Ligjore të Kosovës, komandant dhe epror të Ushtrisë Ligjore të Kosovës, bashkëluftëtar gjithandej trojave shqiptare, kryetari i Deçanit zoti Bashkim Ramosaj, general Qeku, Berisha, general i FSK-s Hysén Dreshaj, i nderuar komandant Ramush Haradinaj. Struktura të qeveritare të nivelit qendror dhe lokal, deputet, kryetar komunash, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta UÇK-s, niveli qendror dhe lokal, përfaqësues të FSK-s, të policisë së Kosovës, të klerit fetar, qytetarë të Deçanit, Dugaxhinit, Kosovës dhe gjithë viseve shqiptare të nderuar të pranishëm. Kemi ardhur këtu në Glloxhan për të shënuar 27 vjetorin e OPP-s së Dugaxhinit dhe 26 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s. Në ndërim të kësaj date historike, ky manifestim dhe ngjarje tjera kulturore dhe sportive janë organizuar nga Komuna e Deçanit në bashkëpunim me organizatat e dala nga lufta e UÇK-s. Jemi këtu në Glloxhan për të përkujtuar 24 marsin e vitit 1998, betejën e lavdishme të Haradinajve të Glloxhanit, betejën e parë frontale të UÇK-s në Dugaxhin e në Kosovë, betejë kjo larë edhe me gjak dëshmorësh. Jemi në vendin kur 27 vite më parë nisi fuqishëm lufta çlirimtare. Jemi këtu në Glloxhanin e historisë së luftës së UÇK-s, kur pushk e djalerisë u kthye ashpër Serbisë. Në Glloxhanin e lavdis pranë Kullës, kompleksit memorial të dëshmorëve të kombit. Në Glloxhanin e burrave të mëdhenj, Bacës Ismail, Bacës Ilmi, Luanit, Shkelzenit, Gazmendit, Agronit, e Himës dhe trimave tjerë heroj të Glloxhanit e të Kosovës.
Shqiptarët po përpeliteshin me jetën të jesh apo të mos jesh. Serbia dita e ditës shtonte zullumin. Në pranverën e vitit 1998, forca serbe ndërmarrën operacione dhe sulme të mëdha për shtypur lindjen, rritjen dhe rezistencën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Marsi i Asharëve dhe Prekazit, marsi i Haradinajve dhe Glogjanit ishin kushtrim për trimëri, vetëdisim, mobilizim, qëndres, vetëflim dhe simbolizim. Marsi i vitit 98 tregon se si duhej atë dheu, se si duhej liria, se si bëhej heroizmi dhe vetëflimi për liri e pavarësi. Forcat të mëdha serbe mësyn Glogjanin, por nuk u doli ashtu si që kishin menduar dhe planifikuar. Qendresa familjes Haradinajve dhe djemve të Glogjanit i beri që me turp dhe me humbje në njerëz dhe në teknikë ushtarake të ktheheshin nga kishin ardhur. Nga radhet e shërimtarëve, beteja nxori trimat vërtet, nxori heroj të kombit, atë ditë rand për të mos vdekur kur, Gazmend e Agron Mehmetaj dhe Him Haradinaj. Luftimet në Glogjan u karakterizuan me rezistencë të fortë të njësiteve të USHK-s. Betejën e udhëhoqi Ramush Haradinaj, njëri ndër komandantët më të njohur të USHK-s. Në këtë betejë ishte Ramushi me krejt familjen, me bab, vëllezër, motra, me kushëri e bashkëluftëtarë tjerë. Beteja USHK-s kundër forca serbe në Glogjan në vitin 1998 ishte një nga përballjet më të rëndësishme gjatë luftës në Kosovë dhe vlerësohet si një ndër ngjarjet kyçe të luftës në Kosovën tonë. Për shumë arsye këto, arsye strategjike me efekte politike edhe ndërkombëtare, arsye motivimi u bë simbol i qendresës për shqiptarët. Dje, sot, nesër dhe gjithmonë do të vlerësohet si ngjarje e rëndësishme e trashëgimisë historike dhe kulturore e popullit tonë, përfshirë historinë dëshmorë dhe vendngjarjen, armët e luftës e detajet të tjera. Edhe kjo betejë që u volos me gjakun e dëshmorëve tregon të qartë se për të mbrojtur atë dheun, për të fituar lirinë, duhej derdhur edhe shumë gjak. Dëshmorët janë vlera me sumblime e kombit tonë, sepse ata sakrifikuan jetën e tyre për lirinë, pavarësinë e vendit tonë. Gjaku i dëshmorëve, lufta e USHK-s dhe sakrifica e popullit tonë bën që ne të festojmë sot lirshëm edhe 25 vjetorin e ndërhyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë. Ngjarje dhe kjo po aq e rëndësishme për luftën dhe historinë tonë. Andaj, në përkujtim të betejës së 24 marsit të vitit 1998, duke përkujtuar dhe nderuar dëshmorët e 24 marsit dhe gjithë dëshmorët e kombit për nderuar luftën e lavdishme të USHK-s, ju ftoj me 1 minutë heshtje. Lavdi. Para jush, me një fjalë rasti, ftoj kryetarin e komunës së Gjakovës, zotrin Ardian Gjini. Faleminderit shumë të gjithëve, i nderuar kryetar Haradinaj, komandant, nderuar epror të ushtrisë shqiptare të Kosovës, veteran të luftës, kryetar të komunave, general të FSK-s, bashkëtar të dashur, e nderuar Nëna Ruk. Na për çdo vit flasim në Glogjan, në Prekaz, i kujtojmë historitë, mundin, gjakun, këtë çka kemi bo si popull. Po nashta nga njëherë mendoj që 100 vjetë prej sot, në 127 vjetorin kanë me folë ma mirë se na. Se s'kanë me e pas e në menjet vetën barën që e ka se cili që sot është i gjallë. Por si do qoftë edhe pse flasim, nga njëherë ngurojmë me i thonë do sene, që janë interesante për mendimin tam, edhe unë kom me provu me i thonë.
Prekazi dhe Glogjani janë të lidhur me zveti në mënyrën më të jashtëzakonshme të mundshme. E kanë nis historinë tonë të re, e kanë nis lirinë tonë. Edhe gjithë ata që kanë qenë gjallë dhe që i kanë pa fotografitë, xhirimet, janë mush pezm, na ka dhimbë zemra. Shumë dhimbë të kem pas. Po edhe jemi motivu shumë. Dhimbë të cila edhe sot na përcjell bashkë me lavdin, bashkë me krenarin. Por qa kishë qenë diçka shumë ma keq, është gogja zër me e thonë, po ky populli joni që ndoshta dikush edhe ka dilema, sot duhet me paramendu qa kishë ndodh nëse i kishim pa luftarët tonë të dorëzu. Qysh ishim ni, qa kishë ndodh me ne, qa kishë ndodh me historinë tonë. Po, nashta dikush kishë shpëtu për veti. Po na e fëmijët tonë kishin vazhdu me vdek për çdo ditë për zgjalli. Kur gjo nuk kishë ndodh me ne, vetëm kishin vazhdu me vegjetu edhe me vdek për zgjalli. E për shkak se 3 javë para Glogjanit, jashtart e kanë bëu atë sakrificë sublime, na sot jetojmë, edhe kur dikush thot që jemi ringjallë si popull, kjo është kuptimi i ringjalljes. Se dikush ka ra për me uquna prap në kom, për mos me vdek për zgjalli, për çdo ditë. E në Glogjan, para 27 viteve, veç duhet me menu qysh mundet me ju ra aq pak njerëzve në shpatulla aq shumë histori. So zër është mi kuptu që aq pak njerëz majnë aq shumë në shpatullat vetat, me jetën e vetë. Është e pabesueshme, edhe prap sa do ronë që do këtë me e përmen. Na jemi qunë kom, jemi në gjallë se kem lyp me e marë dhe na një copë të asaj bare aq të madhe historike, të jashtëzakonshme. Për shkak se Haradinajt nuk janë dorëzu, veç para mendoni me u konë dorëzu qa kishë ndodh me ne. Qa kishë ndodh me popullin ton, me i pas pa të 2 familje emblematike, diqysh të u dorëzu. Po, kryetar Haradinaj, komandant, për shkak se s'jeni dorëzu, e për shkak se keni jetu me luftu edhe matutje, këtë populli i Kosovës ka marrë zemër, është gjallë, jenë qunë kom, kanë besu që mujmë me bo diçka. Kjo është mesazhi i kësaj epopeje. Mesazhi është heroizmi që e përmendim, po na jemi në gjallë, këtë populli, o qunë kom ka nisë me besu që po bëjka, po mujkem, kokëm të zot. Edhe nasi popull, duhem me qenë jo vetëm falenderues për me e thonë, jo vetëm për me tregu që jemi falenderues, po nasi popull duhem me qenë falenderues për shkak se bëdu me e përsërit. Shumë pak njerëz kanë marrë mbi vete tepër shumë histori e tepër shumë fat tonin. Fatmirësisht, shumë e shumë luftar tjerë janë bashku luftës. Shumë e shumë djem e vajza e kanë marrë guximin me u bashku në luftë. Edhe kur gjë tjetër nuk e kish prodhu 24 marsin e vitit pasues, 24 marsin e 99-s. Kur gjë, as një lutje, as një përgjërim, nuk e kish sjell 24 marsin e 99-s përpos asaj beteje, përpos luftës, përpos gjakut. Se kërkuj nuk i mushet mendja që na kem dasht me të vërtet liri nëse si kishim pas ata pak njerëz që e kanë marrë krejt historinë mbi shpatullat vetat. Unë po du me mbyll fjallën time këtu edhe njerë të ju thonë gjithve. Kujtojni të kundërta, kujtojni çka na kish ndodh nëse nuk na kish ndodh Glogjani edhe Prekazi, edhe atyre po besojun që edhe na jon troll, shumë troll jenë ata njerëz, që mujnë me e pas na i skips, çfarë do, nisin me e kuptu peshën e 24 marsit vitit 1998. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi e përjetshme familjeve të dëshmorëve, qofshim e jetë gjatë gjithë, e gëzofshim lirin edhe pavarësinë e Kosovës. Faleminderit shumë gjithëve. E falenderojmë kryetarin e Gjakovës zoti Gjini.
Njëkohësisht thrasim para jush ish protagonistin kryesor të 24 marsit të vitit 1998, komandantin më të lavdishëm të UÇK-s, e thrasim ish kryeministrin e Kosovës, kryetarin zotërim Ramush Haradinaj. Përshëndetje për gjithë, shumë faleminderit gjithë juve që edhe pse me shi po qëndrojmë në këtë vend. Faleminderit gjithë që keni ardhur me bo nderime në memorial më herët, me nderu Tran për liri. Po ashtu faleminderit gjithë që mbani gjallë kujtimin për luftën, për Tran për liri, për sakrificën e brezhave tonë. Sot veçanisht përshëndes familjet e Tranëve në ditën e sotit të Agran e Gazmend Mehmetaj, të Himes, Haradinaj, njëkohësisht të gjitha familjet e dëshmorëve, pashtuftart të gjallë, invalid. Jam nderuar që qëndrojmë kështu bashkë edhe pse në këto kushte, me ushtrinë tonë që i kem prezent, me misionet tona, gjitha niveleve, po edhe me shumë vëllezër e motra që kanë ardhur nga viset ndryshme të shqiptarish, edhe ju falenderoj gjithë. Non edhe të gjithë ju, Suzan, është nder kur bashkohemi kështu me i kujtu Tran për liri. Me pak fjalë për me nderu këtë ditë, më do të me e shpjegue pse erdhi kjo ditë kështu si erdhi. Diku notë 3, notë 4, disa formacione ma elite të UÇK-s po numër të vogël, fillon me ju përgjigj presionit, terrorit të regjimit Miloševićit, me sulme të befasishme, me prita në vend stacione, vend komanda, edhe kësi shoj pra gradualisht u kryua një dileme madhe në Kosovë se kush po lufton. Edhe pse po lufton, kush po e sulmon atëherë Jugosllavinë, regjimin e Miloševićit, forcat e tij. Me janar, që që dini, në 97, ndodhi një ngjarje e dhimbshme. Në prit u vra Zahir Pajazhifti, Hakif Zenullahu, edhe Edmond Hoxha. Një pjesë e madhe e jonja në UÇK në atë kohë, të gjitha niveleve, e ndjen për obligim me nderue pra ranjen e këtyre bashkëtarëve të zotë themeluesve të UÇK-s me aksione të një shkallë më të madhe, të një dimensioni më të madh. Edhe i bëm përgatitjet në mënyrë më të mirë, po na ndodhi ajo që pak prej nesh e kemi prit në një organizim të tillë, hasëm prit të ushtrisë së Jugosllavisë atëhershme, duke ardhur prej Shqipërie në qafmullar, me herojt që tash i nderojmë, me Femin, me Gjevën, me Ila Shkodrën, Abedin Rexhen, Luanin, Ganin, edhe Rafet Ramën, Ramis Ladroqin, edhe unë pjesë të tyre, pra ishte një organizim më i madh në ndërim të asaj sakrifice, një mbështetje për komandantin legjendar Adem Jashari dhe për UÇK-n Kosovë. Mirë po nuk shkoj si duhet, në atë prit u vra Luani, u plague Rafeti që shedini, edhe në murë ko, deri në vjeshtën ati vitin shtator në atë 7, që të mërim me i gjenerue ato mundësi që keshim për një aksion përgjithshëm që boni UÇK-ja në gjithë vendin. Aksioni shtatorit. Edhe pse ky aksion, pra me vështirësi të madhe, e ndryshoi dimensionin e luftës, po ende ishte lufta godit tërheku, pra një lloj përballje guerile. Likoshani e Qirezi ishin ngjarje të dhimbshme. Ato ndohen në fillim në autotetë të shkurt, që shedini, edhe ato në një mënyrë e dërguan një poroshi se lufta po hyn në fazë 3.
por ju siguroj ndryshimin e luftës tonë, edhe rrjetat e kësaj lufte, edhe në përgjithësi pastaj çka do të ndodhë, e përcaktoi komandanti ynë, legjendar Adem Jashari, familja Jashari. Lufta atyre, sakrifica atyre, rezistenca atyre, deri në flim të gjithëve që ishin aty, na i heke dilemat. Nuk na la zgjidhje tjetër përpas të luftojmë edhe ne deri në fishekun e fundit, edhe në njeriu në fundit. Pra s'kishim rrugë tjetër. Duke ditë se do të përballemi së shpejti po me atë forcë, pra që sulmoi Jashar, ne e bom një ndryshim në strategjinë tonë. Pra nuk ndryshum në qëllim, do të luftojmë deri në fishekun e fundit dhe njerin e fundit, po e ndryshum strategjinë e luftës. Që i bjen, ne e bom një plan taktik të kundërpërgjigjes, por jo statike. Ishim sulmum në shtëpinë tonë, Dauti ishte pari që u përballë me ta, dhe me njëherë me hapjen e luftës frontale, forcat serbe kishin në vijën e parë zjarrit njësit këmbësërisë të kombinuar policie e forca tjera, po me njëherë sjellën njësit mjeteve të motorizuar, praga si kem qujt ne, topa 20 mm, e i kishin afër, pra i kishin rrethin e dytë, dhe po ashtu mbështetjen nga ajri me helikopter, me kaliber 12.7 mm, që në atë kohë, pra, ishte një përballje, ndryshe thonë e para e këtij në këtë zonë. Kundërpërgjigjja jonë, pra, planin e kishte, përballja e parë, mund shtëpinë tonë aty ku ndodhi, për një periudhë rreth ndoshta 2 orë kemi rezhistuar në shtëpi. Pastaj kemi marrë vendim që me nda në 2 grupe, nona, Suzana, edhe fëmijët e vegjël, në atë kohë Valbona, Antigona dhe Toni, me marrë një drejtim për me ik nga vend luftimi, mu largu, mu liru civilt, drejtim qaptejt, ndërsa motra e madhe Mema, Hilmia, Shkëllzeni, Dauti, Frashi, Enveri, kemi vazhdu bashkë. Në ndërkohë, jemi bashku me bujarin, Rasimin edhe kujtimin, nipin tonë, kujtim Zheneli. Vendqëndrimi i dytë ka ndodhë në trollin e vjetër Tonin, po jo më të vjetër, jo në Breg, në shtëpinë e Basmajle dhe në shtëpinë e Rasimit. Aty kem qëndru dhe një kohë shkurt, po presioni i zjarrit forcave serbe ka bët pa mujshme me vazhdu. Duke qenë që, pra, gadalisht ne edhe na uzvoglojke municioni, e kem vendos me u shpërnda në disa pika, në pikat e shkajshme të Glogjanit, por nuk kemi arrit, edhe im vendos në shtëpinë e Shaqerimaj, në shtëpinë e Zeq edhe Ibrahim Safs, në shtëpinë e Gjafar Qadris edhe të Islam Hasanit. Aty kem qëndruar gjithë ditën, presionit forcave serbe dhe zjarrit. Për fat keq, bashkëftarët tonë, Gazmendi, Agroni dhe Hima, nuk ishin në këtë rrethin e parë. Ata ishin mes rrethit parë edhe rrethit dytë. Duke u ndodhur presion zjarrit, ata i dolën në ndihmë fëmijëve, nxënësve, shkollës tonë, që ishin rrethuar prej forcave serbe. Edhe ata ranë prit, Gazmendi edhe Agroni, pra ranë vdiqën me njëherë, Hima i plagum, në rëjet një ditë më vonë. E shpjegova këtë për mi ju të regu e paka shumë, se që nga e neshëm ja, thra, u qëkëja mbi zotroj Glogjanin, shumë njerëz erdhen nga ndryshme të Kosovës, edhe kësisoj në Glogjan, e filloj një zonë e lirë, filloj një bërthame u qëkës, edhe një porosi që u tha me drejt, se ne do të mbesim këtë tokë, do të luftojmë edhe do të fitojmë. Ju lutem, nuk kanë qenë ditë leta nga 24 mars 98 e deri me 24 mars 99. Shumë bashkëftarë zot u ndan nga ne. Shumë civil u vranë, djegje, shkatërime, momente nga ma dhimbshmet e të vështirat. Por ditë më të mire, më të madhe, shqiptarët nuk kanë përjetuar në historinë e vetë, se sa 24 mars 99. Në atë kohë, NATO e prime prej Amerikës, hynin luft.
edhe hyni duke sulmue armikun ton, forcat e Miloševićit, regjimin e Miloševićit, duke bombardu atë edhe këtu në vend luftime, që më njëherë në kryoj ke e përshi, por duke e bombardu edhe në Beograd. Kjo është e vërteta historisë tonë, në ka pa Zoti atë ditë, se pa atë ditë, do ta kishim shtirë me emri këta që gëzojmë sot. Ta nuk përja thot dikush që e ka pa pelar luftën. Ta përja thot dikush që asë një ditë luftës se kalëshu vend luftimin. Asë një ditë të luftës se kalëshu vend luftimin. Që ka pa njerës të luftu, pyp në kom e të i radhe shmorë. Edhe unë e di sa të rima jem na shqiptarë. Se i kom pa të rimat, unë jem konë me të rimat. Por, është mallkim, ma në men, është mallkim. Nëse na vetë lavdrohem, e harrojmë nimen e atyne që na kanë epë në kohën mas shtirë tjetës tonë, kur jeta jonë ka qenë rrezik, ndimen e Amerikës. Është mallkim me arre kratë njëni tjetit, me thonë se s'kem nevoj për kërkon, se na vetë e rujmë vetën, e rujmë lirin tonë, e mbrojmë Kosovën, e mbrojmë kufinin, e mbrojmë Verill. Nuk është në regull. Na keme bo krejt, dejnë fishekun e funit e tjetët funit për këtë vend. Por mos harroni për me mbrojt vendin në interes tonin, e tjetës tonë, ne e kemi jetike aleancën me Amerikën, jetike. Kush vetë lavdrohet, kush mburret, kush kujton që është shumë i Zoti, ta dini që nuk është me këtë vene, me këtë popull. Ta dini se Shërbej 24 mars 99. Edhe ata tjerë të huj, që na rejnë krahun, e na thojnë bravo ju kofë, s'kini nevoj mo ju, qofër Amerikën, qofër tjerë. Ta dini që nuk na dojnë të mirën. Kush e donë këtë ven e këta fëmi, duhet të arunë si sytë e balit. Aleancën me Amerikën e me NATO-n. Duhet të arunë si ditën e 24 marsit 99. Duhet të arunë se si kurse e dini, ka shumë lëvizje e po lëviz bota. Për fat mirë për ne, s'ka lëvizje. Për ne, bota është ndrysho kur. Për ne, busolla jonë është Amerika, le të lëvizhin tjetë ka të dojnë. Ne nuk lëvizhim, ne dim kush jem. Pse gjitha këto në një ditë që kjo, ju lutem, ne do t'i qëndrojmë venit tonë besnik. Ne do t'a mbështeshim vetën, do t'i mbështeshim shqiptarët ku do që janë. Por asë njëherë nuk do t'a amnistojmë ata që do pëshojnë fuqin tonë të mbrëmshme dhe aleancat tona. Kush do qofshin, nga kush do arshin, çfarë do detyre që kanë. Ata që do pëshojnë aleancën me Amerikën edhe me NATO-n, me sigurinë tonë, ta dini që nuk i kemi tonë, nuk janë tonë. Tani, unë jam optimist se në ditë më të këqija na ka nimu Zoti. Pra, edhe 24 mars 99 na ka nimu Zoti, unë jam optimist që ka me na nimue Zoti në çdo etapë që kem para, edhe kemi dalë faqebardh e fuqiplot, edhe kemi jo veç me u bua antar të NATO-s, po kemi u bashku me ushtrit e paqes, si na takon me zhvillu ekonominë, mu integru në mes veti shqiptarët në Ballkan, e pse jo edhe me të gjithë tjerët me bashkëpunu e me i taku BE-s e me esë për para. Andaj nga ky vend edhe një herë ju falenderoj gjithëve, i përjetshëm kujtimi për tran, për liri, rnoft kombi shqiptar, rnofshin mes ton, rnoft Amerika. Faleminderit zoti Haradinaj. Familja Haradinaj falenderon sultorin Ndarës Hoxha me rastin e punimit të bustit për Bacën Ilmi dhe në Nënruk. Të nderuar pjesëmarrës, do të vazhdojmë me programin e shkurtër artistik. Para jush ansambli i këngëve dhe vallave Deçani me një valle motive burimore në koreografinë e koreografit Gen Stetaj.
për të vazhdojmë me programin artistik. Këngëtarët e njohur Avni Gashi dhe Besnik Shuti me një këngë për epopeen e Dugaçinit, për të vazhduar me Malsorin e Deçanit dhe Leonora Hamzaj Tahiraj me këngë para jush. Shqipes, si kur o so buka,
Të nderuar të pranishëm, familjarë të dëshmorëve, invalid dhe veteran të USHK-s, të nderuar që ishit sot këtu me neve në përkujtim të kësaj ngjarje të mëdha dhe historike, edhe një herë lavdi dëshmorëve, falënderim për juve.